Bisedimet midis përfaqësuesve të tregtisë dhe zyrtarëve të nivelit të lartë nga rreth 166 vende përfunduan pa nënshkruar asnjë marrëveshje të rëndësishme të hënën në mëngjes. Organizata botërore e tregtisë kishte mbajtur një takim në kryeqytetin e Kamerunit për 4 ditë të tensionuara negociatash, me shpresën për të finalizuar një marrëveshje mbi tregtinë elektronike, e cila u bllokua nga Brazili në minutën e fundit. Ne punuam shumë, tha drejtoresha e përgjithshme e OBT-s, Ngozi Okonjo-Iweala, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara dhe Brazili në veçanti ka nevojë për më shumë kohë për të zgjidhur mosmarrëveshjet e tyre mbi marrëveshjen për të vendosur taksa mbi porositë ndërkufitare online. Duke pasur parasysh gjendjen aktuale të gjeopolitikës dhe tregtisë globale, pjesëmarrësit e kishin vendosur standardin relativisht të ulët. Megjithatë, shpresat për të paktën një deklaratë të përbashkët mbi qëllimin e ardhshëm u shuan kur Brazili kundërshtoi rezolutën për tregtinë elektronike në shenjë proteste për çështjet që rrjedhin nga një debat i veçantë rreth bujqësisë. Shtetet e Bashkuara kishin kërkuar një zgjatje të përhershme të një moratoriumi mbi taksat në transaksione të tilla, ndërsa Brazili donte një marrëveshje që ajo të zgjaste vetëm për 4 vite të tjera. Nuk janë Shtetet e Bashkuara kundër Brazilit, është Brazili dhe Turqia kundër 164 antarëve, tha një zyrtar amerikan për diskutimet, ndërsa Brazilia akuzoi Washingtonin se dëshiron qiellin. OBT-ja ka qenë në një krizë të zgjatur për shkak të dështimeve të përsëritura për të arritur një konsensus, duke ngritur pyetje në lidhje me rëndësinë e saj të vazhdueshme. Përfaqësuesit e OBT-s thanë se bisedimet do të vazhdojnë në Selin në Gjenevë të paktën deri në muajin maj. Ekonomistët dhe drejtuesit e biznesit shprehen pakënaqësinë e tyre me ngërçin, ndërsa sekretari i përgjithshëm i dhomës ndërkombëtare të tregtisë John Denton tha se ishte veçanërisht shqetësuese në një kohë të presionit të vërtetë mbi ekonominë globale.